Një zjarr i madh ka përfshirë zonën e Gadishullit Gargano në Itali, pranë gjirit të Makaronës, duke detyruar autoritetet të evakuojnë turistë nga disa plazhe dhe struktura turistike në zonën e Peskikit dhe Vjesës. Flakët shpërthyen në zonat rurale dhe periferike të komunës së Peskikit në provincën e Foggias dhe u përhapën me shpejtësi drejt Bregdetit, të favorizuara nga temperaturat e larta dhe erërat e forta jugperëndimore. Turistët u larguan nga plazhet me ndihmën e anijeve të rojës bregdetare, ndërsa kampingje dhe vend pushime pranë vijës bregdetare u evakuuan për shkak të afrimit të flakëve. Deri tani nuk raportohet për persona të lënduar apo viktima. Në operacionin për shuarjen e zjarrit janë angazhuar 2 avion zjarfikës Canadair, së bashku me ekipet e mbrojtjes civile dhe zjarfikësit që po punojnë për izolimin e vatrave aktive. Situata ka prekur edhe zonat pranë Molisës së poshtme në kufi me Garganon. 21 të moshuar nga një qendër kujdesi janë zhvendosur përkohësisht në ambiente të tjera për sigurinë e tyre. Tymi i dendur është parë nga disa kilometra larg Bregdetit, ndërsa përhapja e zjarrit ka sjellë vështirësi edhe në qarkullimin rrugor dhe hekurudhor për shkak të uljes së dukshmërisë. Autoritetet vijojnë monitorimin e situatës, ndërsa ekipet në terren po përpiqen të frenojnë përhapjen e mëtejshme të flakëve në një nga zonat më të njohura turistike të Italisë.